Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 4 qershor 2025. Dashi. Në dashuri, nëse keni pasur fatin të gjeni një njeri që ndan emocionet tuaja dhe ju beson, mund të ecni përpara. Një atmosferë euforie shoqëron sot. Demi. Ditë interesante. Marrëdhënie pasionante shumë tërheqëse, nëse keni një biznes të pavarur, do t'ju vinë detyra ose lajme. Binjakët. Një periudhë mjaft e lodhshme, ju ndoshta jeni duke pritur për një ndryshim, por kjo ende nuk ka mbërritur. Pritet disa vonesa ose pakënaqësi të vogla për shkak të mungesës së vetvlerësimit. Gaforja. Mundohuni të mos humbni energji, trupi është pak i dobësuar. Në dashurinë e qetë të dukshme. Luani. Ju jeni në presion, ndonjëherë ndjeni sikur nuk keni stimuj, jeni plot gjëra për të bërë për të mbushur mendjen tuaj, por ndjeni më pak kënaqësinë të vepruarit. Do të përballeni me një projekt sfidues. Virgjëresha. Lajmet në punë, thirrjet e rëndësishme që vijnë. Koha e mirë për të forcuar marrëdhëniet shoqërore të dobishme për të ardhmen. Peshorja. Një ditë për të kaluar në emër të dashurisë, nuk duhet të flisni, thjesht duhet ta lini veten të shkojë në instinkt. Dashi dhe akrepi janë një kryq dhe kënaqësi për ju. Akrepi. Ju keni 3 muaj për të vendosur se çfarë të bëni. Lexoni me shumë kujdes klauzolat dhe mos u mjaftoni me premtimet, sepse sa më shumë të shkojnë përpara, aq më shumë mund të rritet intoleranca juaj. Shigjetari. Nëse kompania juaj ju lejon të ndryshoni rolet ose nëse mendoni se duhet të merreni me diçka të re, së shpejti do të keni mundësitë që kërkoni. Britqapi. Ndonjëherë ju doni të filloni nga e para. Për ndjenjat sigurisht që është një periudhë reflektimi, merrni kohë. Ujori. Me partnerin e duhur në krah mund të përjetoni një mbrëmje shumë të veçantë. Në punë mund të ketë sukses brenda një kohe të shkurtër, por degët e thata duhet të shkurtohen. Peshqit. Nëse dëshironi sot mund të rikuperoni situatat e punës apo të dashurisë. Shëndeti i mirë i përgjithshëm. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.